I përjetshëm kujtimi i tij. I hapur për pyetje. Zoti Berisha, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike ndaj protestës qytetare që prej 5 ditësh sot bëhet dita e 6, po protestojnë para godinës së qeverisë? Qëndrimi ynë ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Qëndrimi ynë është ky. Ajo është një protest, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike. Dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Kështu që ne, në moralin e plot të qëndrimit ndaj protestave, nuk kemi asnjë tendencë që të kemi, pra, qëndrimi ynë është respektimi i plot i protestës. Nuk mund të marrim përsipër asnjë hap i cili mund të krijojë debat të çfarëdo lloji. Pra ne respektojmë, kemi theksojmë, qytetarët e lirë janë, qytetarët e lirë kanë të drejtën të protestojnë për çdo gjë që ata e gjykojnë të arsyeshme. Partia Demokratike ka agjendën e saj të protestave dhe kur ajo thret protest, ajo është e hapur për të gjithë qytetarët që duan të angazhohen. Në këtë kontekst, ne, thash dhe një herë, respektojmë plotësisht protestën. Zoti Berisha, a do ta konsideronte të vlefshme hetimin e SPAK-ut për çështjen Balluku Partia Demokratike, nëse SPAK e zgjeron hetimin dhe kërkon heqjen e imunitetit, rikërkon në kuvend heqjen e imunitetit të zonjës Balluku së bashku me akuzën e re të korrupsionit ndaj saj? Unë mendoj se çështjen Balluku, Rama raport me SPAK-un e ka mbyll përfundimisht. Nuk do e mbyll kurrë raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai në raport me SPAK-un e ka mbyllur përfundimisht, raport me opozitën nuk do ta mbyll kurrë. Ajo është një çështje që s'mbyllet kurrë. Berisha, Mariglen Kume nga MCN TV. Pak ditë më parë, zoti Berisha, në prokurorinë e posaçme ishte një prej antarëve të